Eliona nuk duron më. Ajo ecën me hapa të shpejt drejt Edit, që po rriqet në divan, sikur gjithë situatat e fundit nuk kanë rëndësi. Por këtë herë, Eliona nuk e lë fare të shpëtoj. Edi, tani do më dëgjosh, thot ajo me një ton të prerë, duke i qëndruar përballë. Fytyra e saj është e acaruar, sytë të mbushur me lodhje dhe nerva të mbledhura prej ditësh. Të gjithë banorët që janë afër ndalojnë së foluri, sepse e kuptojnë që kjo s'është një debat i zakonshëm. Edi ngre vetullat, i habitur. Pse je kështu? Çfarë kam bërë tani? Eliona e afron dorën drejt tij me një lëvizje të nervozuar, sikur po i tregon të mos flas. Mjaft. Edi. Më ke lodhur. Më ke ndjekur çdo hap. Dhe tani po të them gjithçka që kam mbajtur brenda. Ajo merr frymë thellë dhe fillon t'ia plas të gjitha në fytyrë, njëra pas tjetrës, pa hezitim, je arrogant. Shumë arrogant. Dhe nuk di të ndalesh. Mendon se je më i zgjuari në këtë shtëpi, ndërkohë që nuk e kupton se njerëzit e shohin çfarë po bën. Të shohin se si përpiqesh të manipulosh, se si përpiqesh të gënjesh me ato lojrat e tua. Edi hap gojën për të folur, por ajo nuk e lë, jo. Sot flet vetëm unë. Sepse kam duruar mjaft. Ti kujton se mund t'ua hedhësh të gjithëve, por jo, Edi. Nuk e mashtron dot askën. As mua. As banorët e tjerë. Ajo e shikon drejtë në sy, pa lëkundje. Nuk je njëri i mirë brenda kësaj loje. Dhe e ke treguar me mënyrën si sjellesh, me mënyrën si na afrohesh, si përpiqesh të futesh mes nesh, si i shtrembëron fjalët e të tjerëve. Fjalët e saj dalin të ashpra, të drejtë për drejta, pa filtra, dhe Edi ndryshon fytyrën. Fjalët e Elionës e godasin fort. Ai përpiqet të duket i qetë, por sytë i lëvizin nervoz, nofulla i shtrëngohet, dhe çdo kush e sheh që po i djeg ajo që dëgjon. Seriozisht kështu mendon për mua? Pyet ai më në fund, me një zë paksa të dridhur që mundohet ta fshehë. Eliona nuk heziton as një sekond. Po. Pikërisht kështu. Dhe është koha që ta dish. Një heshtje e rënë bie në dhomë.